A do e lirojnë Kola Lalierin? Kjo është tema e sotme, por edhe këtyre ditëve në vazhdim. Sot gjykata kushtetuese ka marrë një vendim, siç i merr gjykata kushtetuese vendime pa vendim, por sot e ka marrë vendimin me një kopillik për ankimimin që i ka bërë Erion Veliaj për masën e arrestit. Edhe ka votu 5-3 që duhet apo jo të sjell mas më të butë sigurie, drejtësia për një të zgjedhur. Pra se Erion Veliaj, vetë gjykata kushtetuese i ka thënë që nuk i hiqet mandati, nuk shkarkohet, siç e nisi që u nis atëherë këta laperat e Këshillit Bashkiak e shkarkuan. Edhe ai e ka çuar gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese e la atëherë, e la në detyrë. Tani ka marrë një vendim sot që ja ka çuar topin nder. Shumë interesant vendimi i gjykatës kushtetuese sot. Një vendim hilacak, në fakt. Jo se i takon gjykatës kushtetuese të marrë vendimin duhet të rinë në burg apo duhet të rinë jashtë Veliaj, por vendimi i sotëm është interesant sepse i thot Sokol Sadushit ose liroje ose lere brenda Erion Veliajn. Pra ja ka çuar, ja ka hedh topin nder Sokol Sadushit. Sokol Sadushi është kryetari i gjykatës lartë, i njohur si njeri me lidhje të afërta me Erion Veliajn dhe me Fatmir Xhafën. Pra kjo ka qenë ajo narrativa që para disa ditësh gjykata e lartë mori një vendim unifikues. Pra Sokol Sadushi pyeti gjitha gjykatat që a duhet të rinë para burgim një person i zgjedhur me status, me vot i zgjedhur me vot popullore, apo duhet të rinë në paraburgim. Edhe vendimi i gjykatës lartë nuk që i qartë në fakt, që i mjergullt, por mediat që janë pro Veliajt, të gjitha e quajtën si fitore për lirimin e Veliajt. Edhe sot po ta shohësh mediat e Carlo Bolinos, Tema, gjitha këto mediat që shuhen si media të financuara nga Veliaj, janë egzaltuar sepse kanë të paktën po përgatisin opinionin publik, po e bëjnë si fakt të kryer që Veliaj do dalë. Gjykata e lartë ka në fakt një kërkesë tjetër për të shqyrtuar për Veliaj me datë 28, sa i bi sot, nesër ishte 6, pastaj ishte 7 të njëjtën. Por ajo është i veçantë si vendim nga ky që i ka kërkuar sot gjykata kushtetuese. Pra janë dy gjërat ndryshme. Ditën e njëjtë do gjykohet gjë tjetër. Pastaj për datën e kësaj nuk e di kur e kanë lënë këta puna këtyre. Megjithatë, dalim ke radha e Veliajt. Do lirohet apo s'do lirohet? Siç e thash, media pro Veliajt, njerëz që janë pro Veliajt, janë të gjithë të egzaltuar dhe po thonë që duhet lirohet. Kujtojmë se gjykata e lartë, ajo GKK-ja nuk e ka pranuar sot, ja ka hedh poshtë kërkesën për lirim i Ilir Beqajt, sepse ka thënë që në bazë të vendimit gjykatës lartë, vendimit të unifikuar të gjykatave të larta, mu du të më lironi edhe të më gjykoni nga shtëpia. Nuk ja kanë pranu. Ilir Metës nuk ja kanë pranu. Lefter Kokën e kërkuan prap për ta futur në burg, se i kishin dalë llogaritë që ka dhe janë 6 muaj për të bë. Iku Lefteri, s'u mor vesh se ku është. Edhe iku ajo punë. Tani, si mendoj unë, edhe ta shohim se si do dalë, si e gjykoj unë. Erion Veliajn në burg
e ka fut Edi Rama. Unë këto e kam thënë qysh ditën e parë që ka ndodh, ka pas thirr ajo gazetarja Bruna Çifliku një emision të vetin atje dhe ishte edhe dikush tjetër, një Zari Veliajt. Edhe na pyete dhe i thash e ka fut Erion Veliajt, e ka fut në burg Edi Rama. Ishte koha kur Edi Rama përtiste, kështu mlidhte ata punojësit e bashkisë gjitha me radhë. Pati njerëz që e thanë publikisht, po jo edhe publikisht, që shiko se Sokol Sadushi, mik me Fatmir Xhafajn, pranaj po e marrin vendimin e unifikues e kujtun drejqi me të birin. Gjoja që do e bëjnë Sokol Sadushi, do e lirojnë Sokol Sadushi me Fatmir Xhafajn pa dijenit e Edi Ramës. Tani, vendimi për Veliajn, thash si që numrova, nuk ja kanë pranu Ilir Metës, nuk ja kanë pranu Ilir Beqas, nuk ja kanë pranu shumë të tjerëve një kërkesë tillë, edhe pas daljes së vendimit unifikues gjykatës lartë, nuk i kanë liru. Në qoftë se lirohet Erion Veliaj nga Sokol Sadushi, pra kjo do ketë një emër dhe emri është Sokol Sadushi, emri që do bëjnë noterizimin e lirimit. Por nuk është Sokol Sadushi autori. Nëse Erion Veliaj do lirohet, autori i lirimit i është autori që e burgosi dhe është Edi Rama. Për gjithë njerëzit që besojnë pralla, andralla, budalliqe të tjera, nuk guxon kush në Shqipëri, në sistemin e drejtësisë, të ndërmarrë një veprim në kundërshtim me dëshirat e kryeministrit. Sidomos kur burgosjet janë me urdhër të tij, janë të gatuara prej tij. Prandaj sido që tjetë puna, dhe nëse del Veliaj, atë e ka nxjerr Edi Rama dhe hajde merre vesh pastaj se çfarë planesh ka. A do që ta zhvillojnë rivalitetin me Belinda Ballukun, t'i nxjerr, do t'i hedh të dy në fush jashtë. Apo ka po një kompromis tjetër për heshtje për kështu me Veliaj, nuk e di. Por ajo që besoj unë është se nuk do lirohet Erion Veliaj, nuk do dal nga burgu. Pra e thash, po doli, do dal prej Edi Ramës dhe jo prej fuqisë Sokol Sadushit dhe Fatmir Xhafajt, nuk ka shans ta lirojnë Fatmir Xhafaj me Sokol Sadushin. Por do jetë e Edi Ramës, nëse Edi Rama ka vendos me liru, ka bëj një plan, ka bëj një kalkulim dhe me gjas është me nxjerr në fush dhe me i fut me hangër njëri tjetrin me Belinda Ballukun. Se i ka zonë rrugën Belinda, nuk ka që i bën dhe Belindës më. Nga këta që ka jashtë, s'ka kush që i bën Belindës, se i shtuk ajo të gjithë. Dhe do detyrohet që të nxjerr personin që është armiku më i përbetuar i Ballukut, i atij Veliaj, që është Belinda. Edhe do janë nxjerr jashtë. Kështu që të shoh, kjo është pra logjika. Erion Veliaj nuk lirohet se është Sokol Sadushi cub. Nuk e liron dot Sokol Sadushi, vetëm nëse do ja kërkojnë Edi Rama. Pra nëse do e shihni Erion Veliaj që do dalë me mas më të buta rreth shtëpie, autori është Edi Rama, nuk është Sokol Sadushi. Thjesht Sokol Sadushi do diskreditohet edhe do bëhet autori, ose do bëhet ajo pika që do derdh gotën për kapjen e drejtësisë në Shqipëri. Se zatën drejtësia është e kapur në Shqipëri, por që komandohet kështu si marionet deri në gjykatën e lartë. Këtë ka dorë ta bëjnë Sokol Sadushi me vendimin për Veliajn. Për mendimin tim, unë nuk isha që Erion Veliaj të futet në burg për akuzat që është fut, aq më pak të futej në burg me porositë e Edi Ramës, pa ai do të kishte hyrë në burg për gjitha shkeljet, për gjitha abuzimet që dyshohet se ka bë me incineratorin e Tiranës, me 5D, kujtun me gjitha këto, të hynte për këto në burg, nëse do kishte drejtësi të pavarur, të gjykohej dhe të merrte ose dënimin ose pafajësinë. Por Erion Veliaj nuk është në burg, e kam thënë gjithmonë, Erion Veliaj nuk është në burg se është hajdut, se është kap me abuzim me fondet e bashkisë, me fondet e shtetit,
por është në burg sepse guxoi ose i hyri frika Edi Ramës se mos po i ze vendin. Prandaj është në burg. Kjo është drejtësia në Shqipëri. Tani do ta shohim me datë 28 njërë, do e shohim çfarë do marrë gjykata kushtetuese. Do jetë shumë i rëndësishëm në fakt kjo gjykata e lartë. Do jetë shumë i rëndësishëm vendimi i gjykatës lartë me datë 28, por është çështje tjetër, jo kjo që i ka ngarku sot gjykata kushtetuese. Edhe në bazë të asaj do ta shohim se si do shkojnë puna, por falli im është që Erion Velia nuk lirohet sepse Edi Rama nuk besoj se ka ndërmend ta nxjerrë atë, sepse nuk e le kjo shoqja që ka jashtë, nuk ka shans ta lëjnë, që ti dalë jashtë edhe ta hajnë për veshësh ai. Kështu që këtu e mbyllim pjesën me Erion Velia, ndërsa diskutoj gjë tjetër sot e pat Ramën ishte në Durrës. Ndante ca certifikata mirënjohje atje për kontribuesit e PS-s ndër vite, sa herë vinë zgjedhjet, sa herë ka prag zgjedhjesh ky jep certifikata mirënjohje, ka në qafët njerëz që si ka përfill një herë kurrë, kujton gjithë me radhë, pensionistët e këta, sepse do përgatitet mashtrimi i Radhës për të marrë votat, po ajo që më bëri përshtypje shumë ishte që mund ta shmangte, jo se meriton. I kishte dhënë certifikat mirënjohje Bardhuj Lagasit, babait atij Gysit famshëm. Unë kam gjuhë fjalë të mira nga Dursakët për Bardhylin. Pra socialisti vjetër, megjithëse sot dilte ju serviloste Edi Ramës në një mënyrë shumë të shëmtuar, kryetari jonë, shefi jonë, na dha mirënjohje, na bëni mirënjohje, nëse po mund të jetë në hall, sot që e bënte këtë lavdrim, por edhe Edi Rama mund ta shmangte. Pra këtë person mund ta shmangte, por e ka nxjerrë qëllimisht për t'i thënë drejtësisë se t'i rruni lesht gjithë njerëzve që mbështesun, që duan. Ka që e kalojmë këtë pjesë, s'du me na luaj gjatë, se më duket më shumë që e frynë, se mund t'jetë edhe një kështu, mund t'jetë një tullumbace ky emri që i bin kaq shumë këtij të Gysit, se sa mund t'jenë gjëra tjera mbrapa që s'ka lidhje me Gysin fare, se çdo gjë aty e dirigjon një person dhe e dirigjon kryeministri. Të tjerat janë pralla me mret. Dhe çështja tjetër është se ky sot ka taku ministrin grek të mbrojtjes. Ministri grek i mbrojtjes ka ardhur në Shqipëri. Nuk nxori asnjë gjë Rama nga takimi, e takoi bashkë me ministrin e mbrojtjes, me këtë Nufin, që është ky pastori, më duket, është edhe ky pastor është. Por nuk kanë dhënë thuajse asnjë dhënë vetë se një video që dilte Rama e përqafonte, megjithatë merret me mend se çfarë është fol dhe çfarë rreziku paraqitet për shqiptarët. Grekët janë të zgjuar, kanë prit, grekët presin, është që në antikitet kjo, presin për të godit në momentin e duhur. E kanë duru këtë kur ka bo si sharlatan, kur ka bo si megaloman e kujdun gjitha me radhë, njëherë duke i sjell mirë me ta, njëherë duke shku duke u shem muret e kishave ne nga jugu, njëherë duke u burgos njerëzit që kanë pas që mbështesin grekët, po them si ai Beleri e gjitha me radhë, dhe erdhi radha e kanë kap ngushtë tani për çështjen e integrimit. Ata kanë veto, po s'deshen ata nuk hecet në hapat e më tutjeshëm në Bashkimin Evropian. Jo se Edi Rama do që të futet në Europë, po Edi Rama do që ta shes sikur po futemi në Europë, siç po shet këtë procesin e kalimit i barit, që është një gjë, është një hap, domethënë është një hap që të tregon se çfarë duhet bësh me kushte shtesë që ja kanë vënë këtij, çfarë duhet bësh për të mbyll grup kapitujt, gjë që mund doj vite. Kjo ka vite ajo Turqia me këtë punë, në Alas se ka mbyll këtë punë. Pra nuk e ka interesin për atje, por do fasadën,
do elementet me cilët luajnë për propagandë, siç po luan me procesin e Ibarit. Edhe këtu pa i dhënë një asis grekët, ai nuk e bën dot këtë, sa ata i fusin i blokadë dhe e nxjerrin lakurish. Edhe atëherë ç'a bëjnë? Kanë ardhur këtu dhe kërkojnë detin. Kërkojnë detin në një mënyrë shumë të frikshme që e ka propozuar Edi Rama. Greqia ka probleme me detin, ka edhe me Turqinë, po Turqia nuk ka kërku kurrë ta çojë çështjen në Hag. Edi Rama i ka thënë hajde ta çojmë çështjen në Hag. Që sido që t'jetë vendimi që do merret, sigurisht nuk merret kurrë në favor të Shqipërisë, do bëhet pazar kjo, do ja jap, ky do ja fal. Për një llaft mirë për integrimin e kujtun, do i marrë dhe këto çështjet e jo po varrezat e jo po minoriteti, kujtun gjitha me radhë, që të bëjnë këtë shtynjat 3-4 vjet ky me propagandë, me fjalë të mira, dhe neve do na e përlajnë grekët do na e përlajnë edhe atë çik det që kemi. Kujtojeni, futuni, lexoni, konfliktin me Turqinë që ka për detin nuk shkon në Hag. Konflikti që ka me Shqipërinë është propozuar që të shkojnë në Hag. Pra që të marrë një vendim të formës prerë të një gjykate ndërkombëtare, edhe na pastaj t'i rrojmë bishtin grekut. Këtu nuk ka se do filloj njerëzit shajnë grekët e kështu. Nuk ka lidhje fare, sepse çdo shtet punon për interesat e veta, punon për interesat e popullit të tij. Kështu që ai është në drejtën e tij të kërkojnë jo vetëm detin, po të kërkojnë gjithë detin nga Vlora dal deri në Velipoj, po ja dha njëri. Pra fajtor për humbjen e detit është qeveria shqiptare, është kryeministri shqiptar, i cili me sa duket po e ve në pazar. Është në ditët e tij më të vështira dhe këtu grekët gjujnë fort edhe marrin maksimumin. Kjo është vizita e Dendiasit, ministrit mbrojtjes Greqisë, sot në Tiranë. Tani ta shohim edhe si do shkojnë edhe puna e detit. Ato varrezat më vazhdojnë, këta i kërkojnë nëpër Shqipëri, kërko kocka këtej, kërko kocka anej. Po është një gjë që ndodh për herë. Tani ju do shkoni, do shihni emisionet e darkës. Emisionet e darkës do shihni jo ato që duhet, po ato që do pushteti, lloqe. Ja ti shohim çfarë kanë një herë për shembull te Erla, asaj pronari i Euronews Albanias është grek. Çështjet edhe ka temë, çështjet e pazgjidhura mes Greqisë dhe Shqipërisë. Propagandë, pra, propagandë në favor të Greqisë. Ylli Rakivi si normalisht shokun Bamir Topi edhe shokun Ervin Saliani ka sonte aty. Mos prisni në gjë më shumë, gallat, pra lloqe, jo po doktorri, jo po meremja, ata histori ka ky. Ashtu, ta shohim tema ta shohim çfarë paska kjo newsi Irfani paska, po edhe Irfani çështjen e detit paska pak. Ka thirr Lart Vasilin, ka thirr këta. Dhe Grida diskutoka që ka kujtu sonte Grida, diskutoka ku shkojnë parat e krimit. Dohon se marrësh budalliqe, pra temë që s'ka lidhje, po kryesisht këto që kanë sonte temat që e ministrit grek. Ndërkohë në portale, siç e thash, në mediat që mbështesin Veliajn kanë lajm të parë Velia drejt lirimit, për arsyet që tham. Unë nuk besoj se Sokol Sadushi ka byll ta lirojë Erion Veliajn, po nuk deshi Edi Rama, nuk e bën dot. Megjithatë, ta shohim. Nëse do lirohet, ta dini që nuk e ka liru Sokol Sadushi.